dhe gjatë paraqitjes në saj me flamurin e Kosovës. Rona, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Unë e kam pa atë moment që është bërë viral gjithandej, kam qenë shumë e lumtur me faktin që nuk e dorëzu, pa marrë parasysh që ke pas dy kundërshtare, Turqinë dhe Serbinë, që vazhdimisht kanë provu me ta fsheh flamurin, ti ke vendosur me luftu edhe me tregu me shumë dinjitet që je nga Kosova dhe përfaqëson Kosovën. Për mua është gjithmonë krenari me përfaqësu Kosovën nga gara ndërkombëtare, gjithmonë e ndjej përgjegjësinë që me përfaqësu nivelin sa më të mirë që mundem unë. E sidomos me një garë si kampionati ballkanik që ka ndodhur kjo ngjarje, kjo është mbajtur në Romani, me një shtat ku neve nuk na njeh si shtat. Kundërshtarët kanë qenë kundërshtarja nga Serbia, e cila po ashtu nuk na njeh neve si shtat dhe përfaqësuesja e Turqisë. Unë luftën semifinale për vendin e dytë, jam dalë nga Turqia. Ka qenë garuese nivelet lartë dhe unë respektoj gjitha sportistët, pa marrë parasysh për cilit vend vinë. Mirë po, fakti që ka tentu me mblu flamurin tam, unë respektoj që ka dashur më pa flamuri saj, mirë po, unë nuk lejoj kërkush me mbulu flamurin tem. Ndërkohë, ka pas probleme të tjera jashtë paraqitjes apo shpalosës së flamujve, keni pas probleme të tjera? Jo, këtu nuk ka ndodhur kur gjë, vetëm këtu në podium kur kemi dalë, e kom pa para pa hyp që trajneri i Serbisë pak i fol ka asaj, na mandej disha që kam tentu me bëu diçka të tillë. Në momentin që ka tentu me mblun, si e kom marrë medaljen, e kom hap flamurin e Kosovës, kur ka tentu me mblu, e kom hap prapë dhe se kom lon. Është përsërit disa herë kjo derisa kemi dalë prej podiumit. Gjithashtu e pash dhe Turqinë, që ishte në pozitën e dytë apo jo Turqia? Vendin e parë. Në vendin e parë, në fakt. Mundohej dhe Turqia? Po, ndoshta e ka tentu që mu pa flamuri saj, mirë po hapësira ka që në jamja vendi tretë edhe mendoj se flamuri jam do të mu pa. Besoj që ta kemi momente. Është shumë e vogël për që të gjithë flamujt, kështu që... Ndoshta edhe hapësira ishte e vogël, e vërtet. Zakonisht nuk ka momente të tilla, nuk shihen momente të tilla sepse në hapësirat ato podiumet janë shumë të mëdha. Edhe me dashur me mbulur nuk mundesh me... Po që kanë shumë afër këto garuset. Ja, kështë edhe momente. Ndoshta të kesh vendosur pak ma sipër ajo, ne kisha lënë pak ma poshtë dhe ishim pa të dytë, mirë po ajo mbaj ke drejt, mandej edhe unë e lash drejt. Një luftë pas luftës. Po ka tërë kjo në mendje, se ai ka qenë këtë moment sekondësh. Si të shkoj mendja, e ndjeve provokim, si e vrejti këtë lloj qase të dy garuseve? Po, në fillim kur hina atje, po është që unë kom qenë vendi tretë për shkak që jam dalë për Turqisë, ndërsa përfaqësuesja nga Serbia është dalë për Bosnjës për vendi dytë. Pra unë kom vendi i parë të vendi tretë, ajo ka qenë vendi i dytë të vendi tretë për shkak që janë dy vende treta. Ajo tentoi me dalë të vendi i parë i vendi tretë ku kom qenë unë, edhe eca unë më herët para asaj edhe dola aty. Që aty e vrejta pak që kom e fillu pak një farë. E ndjeve pak presionin apo jo? Po. Mandej kur e mora medaljen e parë që ka vendosur flamurin përpara meja, edhe e parë që nuk kanë kriju hapësirë kërkon për mua, edhe vetëm një mënyrë ka me qit flamurin para flamujve tyna. Dhe shumë mirë ke bo në fakt. Gjatë garës keni pas? Jo, me përfaqësuesin e Serbisë nuk më ka ra me garu, me këta vetëm kemi dalë në vendet e treta. Çfarë do të thotë ty, në fakt flasim pak edhe për arritjen, sepse është dhe arritje ndërkombëtare. Çfarë do të thotë për ty kjo garë dhe kjo arritje? Ky ka qenë kampionat ballkanik, është garë shumë e rëndësishme. Unë jam kampion e Ballkanit në kategorinë senior 3 herë, jam edhe kampion e Evropës për shtetet vogla. E përfaqësoj Kosovën që 10 vite nga gara ndërkombëtare. Kjo është vidaja ku kam qenë kampionatin botror që kam përfaqësu Kosovën. Kemi qenë vetëm unë edhe një djalë tjetër nga taekwondoja dhe një vajzë dhe një djalë tjetër nga sporti i judos. Kom pas paraqitje shumë të mirë po për shkak të eksperiencës kampionate botrore që nuk kom pas shumë, ka qenë hera parë me një kampionat botror, nuk kom arrit me dalë në podium. Kampionate ballkanike këto na ndihmojnë shumë e kriju përvojë, edhe shpresoj që në të ardhmen kam pas mundësi me shkollën në Olimpiadë, e cila mbahet në 2028 në LA. Jemi tu përgatitur shumë ekipin për me shku atje dhe me pas përfaqësim sa më të mirë. Do thotë do të merrni pjesë edhe në LA, por diçka që vlen potencohet është që 10 vite je pjesë e këtij sporti. Po. Sa i veçantë është, sepse në shtanë të kaluar nuk është që shumë, ka qenë i popularizuar shumë që tashmë ka një prezencë taekwondoja shumë të madhe. Taekwondoja më veç është bo pjesë e jetës tam, do më thonë një ditë me najtë pa ushtru, më doket që s'jom trup tamen, më doket që është të më shku kej dita pa bo kur gjojës. Unë përveç taekwondos, jom dhe trajnere e klubit Taekwondos Dardanët, është klubi më i mirë në Kosovë me senjora dhe me fëmijë. Punoj në shkolla private ku ju ushtroj taekwondo dhe në kopshte, mundona me promovu sportin e taekwondos sa më shumë Kosovë, për shkak që edhe është sport olimpik. Jam student e fakultetin e sporteve dhe studioj inxhinieri në fakultetin UBT, studioj 2 fakultetet në njëjtën kohë. Mirë po, pa bo taekwondo mëngjes edhe mbrëmje 2 herë në ditë, më doket që as fakultet as kërku nuk jam vetvetja. Do të thonë veç u bo pjesë e jetës tam. Sa është i përhapur tek të rinjt ky sport?
Po thoj që merresh edhe me të tjerët, sa dojnë këtë lloj sporti, dojnë me marrë me të. Fëmijët e kom pa që dojnë shumë, mendoj se për shkak se unë e du shumë, kom arrit një shtill ata me dashur dhe me pa për asaj perspektivës që shohën. Jam shumë të motivuar edhe nëse ndonjëherë nuk e fitojnë vendin e parë në gara, prapë janë gjithmonë të motivuar me garu, me ardhmë me ushtru, nuk ju bën motivim edhe mendoj se kjo është më e rëndësishme mentalitete që krijojnë të sportistat. Ti kthehemi edhe një herë garave, ka pasur pozitat tilla jo të lakmueshme që të kanë ndodhur në të kaluarën, sikurse në këtë garë kur dy konkurrentët të tjera provonin ta fshehnin flamurin e Kosovës. Jo, kjo ka qenë hera e parë, mirë po kjo ka ndodhur në 2024 të tetor, mirë po nëse kom publiku se nuk i përdori edhe shumë rrjetet sociale, kur është mbajt 17 shkurtë dita pavarësisë, kom vendosur me postu një video në TikTok, mirë po nuk kom besu që kom dalë kaq virale. I kom marrë disa pjesë ku kom qenë me flamurin e Kosovës, edhe ju kom urru gjithë shqiptarëve pavarësinë e Kosovës, mandej ka filluar po virale me njëherë. Pra keni prit momentin e dur për ta publikuar këtë video, nuk e keni publikuar me njëherë pas ngjarjes që ka ndodhur. Jo. Ka pas reagime nga organizatorët? Për shkak që gara u kon Romani, e kom vrejt pak një qasje pak më të ftoftë për organizatorët për shkak që kanë qenë Romun, kur kom dalë në podium pak më të ftoftë kanë qenë. Mirë po nuk e kom marrë parasysh se kom ditë që kom bo shumë mund për me mbrit deri aty, edhe është vend jam, është hapësira jam, edhe është momenti jam e tregu veten. Ke plan gara tjera përveç që në LA që do të shkonim? Ka gara tjera që ballkanike apo ndërkombëtare? Po, para saj du të me marrë pjesë në për kampionatin e mbledh pikë olimpike që me mujtë më kualifiku atja. Së bashku me sportista tjerë që jemi gjithë senjora, jemi të tentu sa ma shumë me marrë pjesë në për kamp edhe gara, mirë po për kraja nuk është shumë e madhe prej Kosovës. Gjithë shkojmë veç me financime për prindërve, Ministria, Komiteti Olimpik, unë për shembull që 10 vjet ushtroj taekwondo, i kam gjithë të rezultate, s'kom marrë asnjë arbus prej shtetit. Ke apliku? Shumë demotivuese, po kom apliku, ama nuk kom marrë asnjëherë. Sa herë kom kërku me mbështet për shembull Ministria me një kamp me shku mu stërvit, nuk kam mbështet asnjëherë, as si klub edhe pse kom vendin e parë e sportistat më të mirë në Kosovë, as si sportista që u kon shumë demotivuese në fakt, se ishin këto rezultate dhe nuk e disha ajo këto ishin këtë reale, dokumentume, këtë shihen, edhe veç mos mu pa hezë, mu injorua ashtu shumë demotivuese. Do të ketë këtë sukses, kretë këtë ekspozim ose përfaqësim të Kosovës në për arena ndërkombëtare, gara ndërkombëtare, i ki ketë në mënyrë vullnetare, private. Po, printemi më kanë financu gjithë si për kampe ku ushtroj, vetëm pjesëmarrja në këto gara më botë 150 euro. Ushtron edhe vlla dhe motra, të tërë jemi dhe ka shumë shpenzime, mirë po asnjëherë asnjë bursë minimale nuk e kom marrë për shtetit. Klubet e taekwondos në Kosova financohen? Federata nuk është aktive që një vjet e gjys, për shkak që s'kanë mujtë më mbyll raporti punës e kështu. Mirë po as të federatës nuk kom pas asnjëherë asnjë për kraja. Që është e mundur, a ka ndaj degëzim financiar nga Ministria e Sportit për këtë punë? Zakonisht do të mi përkrat gjitha klubet edhe sportistat, edhe federatat, po unë për federatave nuk jem përkrat, ashëm kona në kampionat botëror në Afrikë, në 21. Vlla ka arrit në zonë vajnë në 5, mirë po këtë nga ko me shpenzime tona, edhe vizat, edhe rruga, edhe hoteli, edhe pjesëmarrja krejt. Para saj na konë kinë, në kinë na kanë thonë që kam na i pengu shpenzimet, kur na shku në kinë na kanë lonë kinë. Sportistat të desh në flajt një ratë në hotel, që du tash me marrë tjetër kaja, po këtë këto kanë ndiku në eksperiencën ta me menoj që isha konë shumë me mirë të kësha pas për krajen minimalet pak të pas. A keni pas bile na i vizitë se na i shkrim për shtetës moral, edhe nga na i kush, nga përfaqësuesit që do duhet për krahnin, që do e kanë obligim për gjithësi për ta punë? Jo, edhe pse kanë zonë vendin e parë në Kosovë, as larat nuk i kanë bajt federata me zgjedh. Ministri nuk o marrë asë një arburs as për kraja, sa arë këna dërzua në kesa ose t'i shka. S'po du me marrë tjetër kraja, kjo se këna arë për video, po është pjesë e karierës temë dhe mendoj se ka rol shumë të rëndësishëm të onë. Se gjitha këto, kur dalin atje në podium e di që prapur të në Kosovë, kjo s'është kur gjëheq për ta. Zot, pa marrë parasysh që e din që në Kosovë nuk vlerësohet nga institucionet, e bën me shumë rezistencë madje, sikurse në këtë rast. Po, në Kosovën e përfaqësoj me shumë krenari dhe dignitet, mundona ma të mirën ta me bo, edhe ndi obligim, jam shumë krenare që shteti Kosovës, ka mundësi me përfaqësu shtetin e Kosovës, e nuk jena mo të na pushtu shtetet tona fësinja, është krenari edhe unë këtë të gara shkoj për një përjetu qëto emocione. Dhe tash pavarësisht që ti mos mbështetjes institucionale, jo do të bëni përpjekje privatisht që të shkojnë edhe në lojrat olimpike, thatë në 2027, apo? 2028. Mirë, ka pas reagim pas kësaj video kur e kam pa? Jo. Se kanë reaguar të gjithë, a kanë reaguar dhe institucionet? Jo. As atëherë? Jo, në këtë video e kom publiku para një viti e gjysë, e kam pa gjithë mirë, po një urime nështë ta ma kanë bo, njerës që një, po federata ose dikush, jo. Mirë, Rona më përshpresoj që mos ndodhë kjo dhe të kesh një karierë shumë të gjatë
dhe urojmë që të kemi reagim edhe të institucioneve, të jenë krenarë dhe institucionet ashtu, si që kanë qenë të gjithë krenarë me këtë veprim, me këtë reagim të